Jemi në muajin e dytë të protestës, e cila vazhdon, ka pasur incidente të vogla te Politekniku dhe tek Kuvendi i Parlamentit i Shqipërisë, por megjithatë ajo që vlen të theksohet është që protesta ka qenë paqësore. Në shesh përpara kryeministrisë nuk kemi pasur incidente. Në datë 4 është paralajmëruar protesta e madhe edhe me pjesëmarrjen e diasporës, mbetet për të parë se çfarë do të ndodh. Megjithatë, për atë që ka ndodhur në muajin e parë të protestës dhe për vijimimin e saj, kam kënaqësinë që sot të zhvilloj një bisedë me zotin Kastriot Çipi. Zoti Çipi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Çipi, deri kur do ta presim dorëheqjen e Ramës? Varet nga strategjia që ndjekim. Nëse do të vazhdohet me këtë strategji, pra vetëm me protesta në rrugë, besoj që do ta presim shumë gjatë, do të presim në fakt vdekjen natyrore të Ramës, jo dorëheqjen e Ramës. Rama nuk jep dorëheqjen me protesta. Asnjë diktator që nuk ka ardhur në pushtet me votë të lirë të ndershme, nuk jep dorëheqjen nga protestat. Po protesta deri tani këto 30 ditë, ku ka gabuar në gjykimin tuaj? Nuk është se ka gabuar protesta, kanë gabuar të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë një nivel arsimor, të themi, mbi mesataren, sepse nuk pëlqej të përdor termin intelektual, është një term i abuzuar shumë. Pra, të gjithë njerëzit që kanë një arsim mbi mesataren, që kanë një botkuptim, një aftësi analitike mbi mesataren, kanë gabuar duke mos u organizuar për të propozuar një alternativë të re politike ndaj sistemit. Keni parasysh që protesta pretendon ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, jo thjesht rotacion udhëheqësish politik. Madje, një nga gjërat më interesante të kësaj proteste është që qysh ditën e parë është thirrur Rama në burg, Berisha në burg, e cila është një thirrje emocionale, natyrisht nuk është një projekt politik. Njerëzit nuk shkojnë në burg sepse të rreth turban shesh për të çuar në burg, por ama është një qëndrim i qartë refuzues ndaj gjithë klasës politike. Kur ti nuk pranon as liderin e qeverisë, udhëheqësin e qeverisë, më falë se përdor fjalë të huaj, as udhëheqësin e opozitës, do të thotë që ti refuzon sistemin në tërësi. Dhe kjo sigurisht është shumë pozitive. Tani që kjo të ndodh, ti duhet ta propozosh këtë sistem. Nuk mund ta refuzosh sistemin, do të kërkosh nga sistemi që të vetë rinovohet, që të vetë rregullohet. A ka brum kjo protestë, ky grup koordinues që doli dhe lista pak ditë më parë që u drejtua dhe ambasadave me një letër? Ju shikoni aty brum apo është ajo që thatë që niveli mesatar i popullit dhe elita intelektuale duket sikur ka qëndruar pak larg mikrofonit aty? E kanë mbështetur në distancë? Po, kjo është e vërtet, po edhe nuk është ndonjë problem i madh ky. Shiko, të gjithë ata djemë dhe vajza që e kanë nisur këtë protestë meritojnë një falënderim sinqert nga të gjithë ne. Sikur asgjë mos kanë bërë një gjë që ne nuk e kemi bërë. Nuk kemi bërë në thirrje njerëzve të dalin në shesh, e kanë bërë ata, kanë sakrifikuar kohën e tyre, paratë e tyre, orët e tyre të munguara në familje, pse jo edhe vuajtjet fizike, qëndrimin me orë të gjata apo marshimet në pikë të vapës. Pra, ai grup, pavarësisht 1000 gabimeve që mund këtë bërë, meriton vetëm falënderime dhe respekt dhe mirënjohje. Unë nuk e kam pakënaqësi ndaj tyre. Ata po mundohen të jetë demokratik, të kenë në balancë interesin e gjithë sekujt për të spikatur, për të folur, po edhe ruajtjen e një farë koherence para ndalimin e disa ekstremeve që mund t'i bëjnë dëm protestes, sepse mund të largojnë kategoritë caktuara qytetarësh, pjesëmarrësish. Unë pakënaqësinë e kam me lejoni ta fuz veten te ky grup i njerëzve pa modesti mbi mesataren e popullatës për sa i përket nivelit arsimor dhe aftësisë për të gjykuar, për të kuptuar politikën. Pra, me njerëzit si unë jam i pakënaqur sepse ne gjatë këtyre 30 në mos edhe gjatë 10-12 viteve të fundit, duhet kishim qenë të zot të bëheshim bashkë për të propozuar zgjidhje imediate dhe zgjidhje afatgjate të problemeve. Se disa gjëra janë imediate, ama disa gjëra kërkojnë zgjidhje të menduara mirë që të vlen për një kohë të gjatë. Pse nuk e kemi bërë ne këtë? Mbase
sepse shqiptarët janë një kombë individualist, siç na e kanë vënë në dukje edhe historianët dhe kronikanët e huaj. Sepse merremi me anën e jashtme të problemit apo të personit, po jo me thelbin. Shkurt, kemi prirjen të gjejmë gjërat që na ndajnë nga njëri tjetri, po jo gjërat që na bashkojnë. Përpara se ju të më thrisit për këtë... Mesazheri, një mesazhin. Po, e thënë ndryshe po. Përpara se ju të më bëni thirrjen për të filluar këtë bisedë, unë po lexoja, më në fund e gjeta, dhe jam shumë i lumtur që e kam gjetur. Falenderoj Florian Haçkajn për këtë, zërin e shquar të diasporës për Shqipërinë, i cili më dërgoi kopjen në shqip të Kushtetutës së Zvicrës. Që ju e keni artikuluar shpesh si model që ne duhet ta marrim edhe këtu me këtë që quhet pra për themelet e Shqipërisë së Re. Absolutisht po. Përpara se dikush të thotë që ne nuk kemi Zvicër, Zvicra është vend specifik, ata janë marsian, nuk i përkasin kësaj galaktike e marrëzira të tilla, unë do të thoja, unë do ta bëj gati për publikim shumë shpejt në Facebook atë kapitull, pra kapitullin e dytë që bën fjalë për referendumet dhe për nismat ligjvënëse qytetare apo popullore, më saktë. Edhe qytetar është termi abuzuar. Fshatari është po aq i njëri dhe mund të jetë edhe po aq inteligjent sa unë të jetoj në qytet. Pra po thoja kapitulli i dytë për nismat popullore dhe referendumet, nëse do të miratohej, siç është me pak përshtatje për efekt të diferencave demografike dhe strukturore që ka Zvicra dhe Shqipëria, sepse Zvicra është një vend federal, Shqipëria është një vend unitar, dhe sepse Zvicra ka diçka si 8.5 milion banor, Shqipëria ka diçka si 2.6 milion banor. Pra, vetëm të bëjmë rregullin e treshit, që përkthehet nëse në Zvicër duhen 100.000 firma për të nisur një referendum për Kushtetutën, në Shqipëri do duhet të kishin vlerë 25.000 firma. Nëse Shqipëria do ta kishte këtë kapitull, vetëm këtë kapitull, 4 nene gjithsej të Kushtetutës zvicerane, ne sot nuk do të ishim në shesh duke protestuar. Sepse nuk do të kishim arsye për të protestuar. Do të kishim arsye për të nisur referendum, për të kërkuar bie fjala kufizimin e mandateve, që është një nga kërkesat e sheshit. Pra, që kryeministri të mos rrinë detyrë më shumë se 2 mandate, apo 8 vjet. Për ta bërë këtë gjë, nuk ke nevojë të dalësh në protestë. Nëse e ke kushtetutë, siç e ka Zvicra, prandaj s'ka protesta në Zvicër. Se kur njerëzit janë të pakënaqur, unë shkruaj një propozim ligjor, mbledhin firmat, bindin shumicën edhe zgjidhin problemin. Dhe nëse njerëzit do të lexojnë këto 4 kapituj, që janë gjuhë shumë e thjeshtë, mund t'i kuptoj kushdo, nuk ka nevojë të jesh jurist për t'i kuptuar. Janë shkruar jashtëzakonisht thjesht. Nëse do t'i lexojnë, do të shohin se, për shembull, një fakt shumë interesant, që parlamenti zviceran nuk ka të drejtë t'i kundërshtojë nismat, qoftë nismat kushtetuese, qoftë nismat ligjore të qytetarëve. Madje edhe në rastin kur parlamenti mendon se amendamenti i propozuar është i papërshtatshëm, bie ndesh me nenet kushtetutës, apo do të krijonte çfarë do lloj problemi, edhe kur parlamenti pra shprehet në mënyrë negative ndaj propozimit, nuk ka të drejtë ta ndalojë të ndodhë referendumin. Kurse në Shqipëri duhet kalosh nëpër një piramidë të tërë instancash dhe në fund edhe gjykata kushtetuese, që t'jep ose jo të drejtën të bësh një referendum. Sepse ka të drejtë gjykata kushtetuese ta shpallë referendumin kushtetues ose antikushtetues. Ndërkohë që koncepti i thjesht i qartë bazë është nëse kushtetuta është buron nga unë, nga sovrani, nuk mund të ketë asnjë autoritet që ma kufizon të sovranitet. Në Shqipëri është e përbërë piramida. Po patjetër, nëse unë kam të drejtë miratoj kushtetutën dhe kushtetuta jonë hapet pothuajse si të gjithë kushtetutat e botës, ne populli shqiptar, sovrani, miratojmë të kushtetutë, kur unë kam të drejtën të miratoj kushtetutën, si mund të më kufizosh ti të drejtën për një ligj? Pra, nëse njerëzit e arsimuar në këtë vend
njerëzit që e kuptojnë se si funksionon demokracia, do të bëhen bashkë për të propozuar disa amendamente të thjeshta kushtetuese, që sigurisht nuk do të miratohen nga shumica parlamentare. Sigurisht që nuk do të marrin vlerë, sepse kushtetuta jonë ka një nen bllokues, që është neni 177, i cili thotë që ndryshimet të kushtetut bëhen vetëm me 2/3 e votave të deputetëve të pranishëm. Që do të thotë na duhen 94 vota në kuvend. Që do të thotë nga ana tjetër se ne si qytetar, edhe 1 milion firma sikur të mbledhin, nuk e ndryshojnë dot kushtetutën. Ama ky do të ishte revolucion. Të rrethoj parlamenti me një kërkesë të thjeshtë, kemi këto 4 nene të kushtetutës zvicerane, duam t'i adaptoni, t'i fusin kushtetutën e Shqipërisë. Kaq. Dhe nga ky moment revolucioni nuk do të kishte më rreziku të bëjë revolucionin dhunshëm, por do të kthehej në evolucion, në revolucion paqësor. Sepse të gjitha mosmarrveshjet që i kanë nxjerrë njerëzit në shesh, të gjitha pakënaqësitë, do të gjenin zgjidhje përmes referendumeve. Kaq e thjeshtë është. Zoti Xhipi, përballë kësaj, ne kemi një platformë që është publikuar këto ditë që flet për një kuvend popullor, qytetar, një qeveri e zgjedhur nga ky kuvend, edhe më pas organe të tjera. Kjo e fut në një labirint që ashtu sikur thatë ju që në fund fare ka rrezik që mos zgjidhet asgjë, por vetëm ketë përçarje. Shiko, unë e kam parë propozimin për krijimin e këtij organi të quajtur Kuvendi Kombëtar, por ndoshta unë e kam kuptuar gabim, unë nuk e shoh si përpjekje për të zëvendësuar institucionet ekzistuese, kuvendi dhe qeverinë. Unë nuk e kam parë si një organ që do të zgjedhë një qeveri, e cila duhet të marrë në dorë kontrollin fatet e vendit. Nëse do të ishte kështu, do të ishte grusht shteti. Dhe unë jam kundër grushtit i rendit kushtetues. Po, dhe unë jam kundër grushtit shtetit. Jam kundër revolucioneve me dhunë, kundër kryengritjeve të armatosura për sa kohë nuk janë ezauruar të gjitha mjetet demokratike. Pra, dhuna është, anglisht quhet the last resort, rrugdalja e fundit. Askush nuk duhet ta mendojë dhunën për sa kohë ka ende rrugë demokratike të pashkelura. Kjo që po them, si një status quo për momentin pas këtij muaji të parë. Shiko, kjo është çështje kuptimi, çështje ndoshta edhe ata nuk e kanë shprehur qartë në atë dokument që kanë publikuar. Ja, ju e pas keni marrë si përpjekje për të krijuar qeveri, unë e kam marrë si përpjekje për të krijuar një lloj autoriteti të pranuar të protestës. Pra, njerëz që artikulojnë idetë, propozojnë zgjidhje konkrete, përfshirë dhe nisma ligjore, dhe që pastaj duhet të dalin në shesh dhe të marrin miratimin nga qytetarët me brohërima pro ose kundër, se rrugë tjetër nuk ka. Po unë nuk e shoh këtë, ose unë se kuptoj kështu, e theksoj këtë që është këndvështrimi im personal, nuk e kam parë si përpjekje për të zëvendësuar institucionet kushtetuese, kuvendin dhe Këshillin e Ministrave të Republikës së Shqipërisë. E kam parë si një organ që mund të maksimumi të drejtojë, të kanalizojë revoltën popullore. Zoti Çipi, ju shkruani që protestuesit nuk duhet bëjnë një gabim që bëri Alanca për mbrojtjen e teatrit. Është në kohë për ta rikuperuar tani për ta marrë atë kthesën? Shiko, këta e kanë filluar më mirë se sa ne në një prizëm, atë që e përmenda në fillim, që duke thënë Ramanburg, Berishanburg, i kanë mbajtur larg militantët e Partisë Demokratike, ata që infektuan protestën e teatrit dhe që në fund u bën sëmundja që eventualisht solli edhe vdekjen e lëvizjes. Ai ka qenë gabimi jon, gabimi im, gjithashtu, sepse unë kam qenë ndër personat që e kam pranuar Lulzim Bashën në shesh, me idenë që Shqipëria atë opozit kishte dhe ajo opozit duhet të bënte ç'ishte e mundur për transparencën e projektit për shemin e teatrit kombëtar. Më duket se u firmosë një marrëveshje. Po, është firmosur ajo marrëveshje dhe nuk është zbatuar, ose më saktë është shkelur në çdo pikë të saj nga Luli Basha dhe Partia Demokratike në vijim. Pra ne e bëm këtë gabim. Këta nuk e kanë bërë sepse këta
kanë shpallur Ramën të barabartë me Berishën. Kjo i ka siguruar një lloj imuniteti protestës. Atje simpatizantët apo qoftë edhe anëtarët e Partisë Demokratike apo votues që nuk janë anëtarë të Partisë Demokratike, por e kanë votuar atë parti, nëse vinë në shesh, nuk thrasin dot Berisha. Ata nuk e marrin dot kontrollin e sheshit, sepse shumica e njerëzve që janë aty janë kundër Ramës, kundër Berishës. Në këtë sens, pra, protesta deri tani ka qenë imune. Rrezikun që unë shoh për atë protestë, e kam thënë që ditën e parë, është që nëse nuk shndrohet në një projekt politik, do të lodhet siç janë lodhur gjithë protestat e tjera, vapa, kampionati botror, varfëria, shpenzimet e tepërta që kanë njerëzit që duhet lënë punën dhe të merren me protestën, edhe tek e fundit edhe thjesht fakti që pas 30 ditësh njeriu bën një bilancë dhe thotë çfarë kemi arritur, fillon dhe demoralizohet për 30 ditë në vazhdim, dhe si çdo protestë tjetër, edhe kjo nëse dështon do ta fuqizojë akoma më shumë Ramën. Zoti Çipi, nga kush prisnit më shumë në këtë protestë? Nga administrata, nga të huajt ndërkombëtarët, apo ndoshta edhe nga një çaj brenda Partisë Socialiste? Nga ndërkombëtarët nuk pres asgjë, sepse ndërkombëtarët janë ata që na kanë sjellë deri këtu. Shqipëria është kjo që është edhe për shkak të ndërkombëtarëve, edhe për shkak se ne u kemi dhënë më shumë kredite se sa u takojnë ndërkombëtarëve. Ne i kemi parë ata si një arbitër i paanshëm, gjë që ata nuk janë. I kemi pranuar madje edhe si mësues, që prap nuk janë. Nga brenda Partisë Socialiste, të them të drejtën, sado entuziazmues ishte fakti që deputetja Mariana Koçeku dha dorëheqjen, e kam të vështirë të shpresoj se do të bëhen 14 deputet të Partisë Socialiste që japin dorëheqjen, madje do të bëhen 17 se duhet i gjithë qarku i Fierit. Por edhe ata 3 deputetet të Tom Doshit që duhet i llogarisim të Ramës, pra i bie 17 vetë për të rrëzuar Ramën. Por kujdes, kushtetuta jonë është e tillë që ti mund ta heqësh formalisht kryeministrin me votë besim. Pra 71 deputet votojnë kundër kryeministrit. Por praktikisht kryeministri mbetet në detyrë derisa nuk ka dalë dikush tjetër që ka marrë 71 vota për të fituar mosbesimin. Ai që duhet bëj mocionin duhet sjellë emrin e kryeministrit të ri. Po, ECG një emër që pajton demokratët, lëvizjen bashk, nismën Shqipëria bëhet, Partinë Mundësia dhe këta 14 apo 17 deputet të Partisë Socialiste që janë larguar nga Partia Socialiste. Çfarë tregon kjo? Që Rama dhe Berisha kanë bërë çmos për të qenë përjetshëm pushtet, për të pamundsuar zgjedhjet e parakohshme. Është bërë kjo që të ruhet vazhdimësia. Dhe ky kryeministër është jo pse është ai që është Edi Rama, po edhe unë po të isha kryeministër. Do isha po kaq i çimentuar pikërisht për shkak të këtyre artificeve që kanë vendosur në kushtetut Rama dhe Berisha. Pra nuk kam shpresa as tek shumica parlamentare, nuk kam shpresa tek ndërkombëtarët, jo. Madje shqiptarët duhet fillojnë të refuzojnë me vendosmëri çdo ndërhyrje ndërkombëtare. Erdhën ca eurodeputet, po ju thoni që njëra prej tyre bëri autogol në protesta. Po, sepse Ilaria Salis nuk është një deputet e zakonshme. Shiko, kanë ardhur 5 apo 6 deputet të grupit parlamentar të majtëve dhe të gjelbërve. Ka të mirën dhe të keqen e vetë prania e tyre, pastaj do të flasë edhe për Ilaria Salisin. E mira është që sigurisht ka publicitet dhe ndërkombëtarizohet protesta në Tiranë. E keqja është që ata të 5 i mbëshojnë narrativës ambientaliste, ekologjike, mjedisore. Ata flasin për revolucion flamengosh. Ky nuk është dhe nuk duhet të jetë revolucion flamengosh, duhet të jetë revolucion shqiponjash. Shqetësimi për mjedisin është i drejtë, por nuk është gjithëpërfshirës. Nuk kanë dalë
10.000 shqiptar në shesh për flamingot e kuqe. Kanë dalë për një qeveri të korruptuar që ndan pushtetin dhe përfitimet e paligjshme me opozitën dhe rrjep për ditë shqiptarët, i dëbon nga ky vend dhe ka bërë politika antikombëtare në 13 vite rresht. Kundër këtyre po protestojnë shqiptarët, për atë kushtetutën që unë thash që ne nuk e ndryshojmë dot dhe këta e kanë ndryshuar sipas qefit. E kanë qepur si një kostum që i rri mirë vetëm Ramës dhe Berishës. Asnjë deputet tjetër nuk i rri mirë kjo kushtetutë. Pra, nuk është për të entuziazmuar që kanë ardhur 5 deputet të gjelbër. Do të kishte qenë mirë të kishen ardhur përfaqësues nga grupi që quhet reformatorët dhe konservatorët për Europën e kombeve, pra njerëz që nuk janë kundër Europës, po duan një Europë që respekton sovranitetin e secilit vend antar. Dhe përpasoj edhe çdo lëvizje sovraniste brenda atij shteti. Ndërsa për Ilaria Salis, çështja është krejt ndryshe. Ilaria Salis është një komuniste, sot komunistët quhen antifashist për të mbaskuar, sepse e din që fjala komunist ka konotacion negativ, sidomos në Europën Lindore. Pra është një komuniste italiane me profesion mësuese, e cila është arrestuar në Hungari si antare e një bande, të quajtur banda Çekani, Hammer bande, e themeluar në Gjermani nga 2 persona që në kohën e kryerjes akteve ishin në kërkim nga policia gjermane. Ilaria Salis, pra me këtë band, rreth 20 persona kanë shkuar në Hungari për të rrahur hungaresë që sipas tyre janë të djathtë. Dhe me që janë të djathtë janë fashist, dhe me që janë fashist e meritojnë drurin. Pra, gjerman, francez, italian, përfshi dhe një shqiptar, një farë Regino Arzaj ose Abazaj, raportohet me 2 mbiemra, po me sa duket mbiemrin e vërtet e ka Arzaj, se me këtë është arrestuar në Francë, kanë shkuar pra për të rrahur qytetar hungarez në tokën e tyre. Ti mund të jesh 100% kundër manifestimit të krenarisë që bën e djathta hungareze, në datë ta quajmë edhe djathta ekstreme hungareze. Por e drejta ose e pa drejta e tyre për të bërë atë manifestim është brenda ligjeve të Hungarisë dhe brenda vullnetit të popullit hungarez. Dhe nuk mund të shkojë shoqja Ilaria dhe shoku Regino nga Elbasani, dhe shoqja Ilaria nga nuk e di nga cila provincë e Italisë, dhe t'u japin leksion e demokracie qytetarëve hungarez duke i rrahur, duke i goditur me sende të forta, duke i spërkatur me piper, dhe pastaj të fshihen pas imunitetit parlamentar, se kështu ka dalë nga burgu Ilaria Salis, për shkak të futjes së emrit në listën proporcionale, nuk duhet harruar as ky detaj që Parlamenti Evropian pranon vetëm votim proporcional, jo votim nominal, pra jo majoritar apo të përzir. Njësoj si Fredi Beleri, edhe Ilaria Salis u bë eurodeputete dhe i shpëtoi drejtësisë. Ndërkohë që janë këta europianë që na thonë neve bënin dekriminalizimin, ose pranoni që të jetë deputet ose të rritë deputet dikush që ka rekorde kriminale, e kupton hipokrizinë europiane. Përveç kësaj, Ilaria Salis është një person që ka shkelur haptas ligjin duke zaptuar 2 apartamente në ato që quhen shtëpi popullore në Itali, pra banesa që ndërtohen me subvencione publike, me para taksa paguesve, për të strehuar ata që nuk kanë aftësi paguese për të pastrehet. Ilaria Salis ka qenë me punë, me rrogë. Nuk i takonte të zaptonte asnjë banesë, ka zaptuar 2. Madje edhe tani që merr një rrogë shumë mijëra euro në muaj, nuk i ka paguar 2 qerat e apartamenteve që ka zaptuar në mënyrë ilegale. Të arrit të themi një marrëveshje jashtëgjyqësore me komunën, me bashkinë. Hajde, zaptova një vit, 300 euro në muaj, po themi 3600 urdhëro se unë tani i marr 20.000 euro në muaj rrogë. Jo, nuk e ka bërë. Dhe Ilaria Salis ka një retorik antikapitaliste. Jo thjesht anti-oligarki, anti-amerikane. Ilaria Salis është nga ata që thotë prona nuk është e shenjtë.
Po e kupton ç'do të thotë të thuash prona nuk është e shenjtë? Domethënë që Ilaria Salis jep të drejtën vetes që kur ti të kesh dalë për të bërë pazarin, do të vi të thyej derën e shtëpisë, të futet në shtëpi dhe të thotë që prona jote nuk është e jotja, se nuk është e shenjtë. Do takon mua se un jam më nevojtare se ti. Dhe nëse nuk e dini, në Itali ka një problem gjigant me dhunimin e banesave nga njerëz që marrin të drejtën të strehohen në apartamente që nuk u takojnë. Ose dia e keni dëgjuar këtë, po është një fenomen i llaftarshëm të shumë i parapur në Itali. Zoti Çipi, për të ndalur tek agjentët. Këta pisat e iranianëve dhe grekëve ran, tani Albin Kurti ka gisht në gjykimin tuaj apo s'ka? Në mënyrë direkte apo qoftë edhe indirekte në Shiko, unë nuk jap garanci me kur thonë me dorë në zjarr për asnjë individ. As për veten time. Unë nuk mund të jem 100% i bindur që as ti që po më interviston mua tani nuk punon për një shërbim të huaj. Po kjo s'ka asnjë rëndësi. Sepse ajo që po ndodh në atë shesh, po ndodh sepse ka një histori të tërë abuzimi, arrogance nga klasa politike në dëm të qytetarit. Tërheqja zvarr, jo pelikanët e kuq, jo flamengot, por tërheqja zvarr e një qytetari në Zvërnec ishte pika e fundit që derdhi gotën. Tani, nëse kjo është orkestruar nga shërbime sekrete greke, serbe, iraniane apo nga Albin Kurti, kjo është punë tjetër. Pra nëse Albin Kurti ka shkaktuar incidentin në Zvërnec. Fakti është që qytetarët kur pan ato pamje thanë boll është boll dhe duhet protest. Arben Kola është një qytetar që unë e njoh, se nuk e njoh gjithë ata që janë grupin organizator, por Arben Kola për shembull e njoh, u marr atë si shembull. Është një qytetar që për mua është absolutisht i ndershëm, i përkushtuar ndaj çështjes mjedisit, ndaj çështjes së ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Shqipëri, dhe që unë nuk besoj se ka qenë i infiltruar. Dhe nëse do shkojmë me narrativën që kur them Arben Kola nuk kuptoj të gjithë ata që njoh unë atë grup organizator, jo vetëm Arben Kola. Po nëse do të pranojmë hipotezën që Arben Kola dhe të tjerët janë të infiltruar, të paguar nga shërbime të huaja, apo qoftë edhe nga Albin Kurti, nga vetëvendosja. Ata që e thonë këtë gjë, ta u lanë balla në shok, duhet na thonë çfarë fiton Albin Kurti apo serbët apo grekët apo iranianët nga rrezimi i Iranit. Çfarë kanë kërkuar të huajt që nuk ua ka dhënë Rama dhe duhet rrezohet Rama? Nuk i ka dhënë detit Greqisë, nuk i ka dhënë Ballkanin e hapur Serbisë, nuk i ka dhënë Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës çfarë kanë dashur, nuk ka pranuar Shqipëria t'u jap çdo akses investitorëve arab nga Katari, Kuvaiti, Abu Dhabi, nga vende të tjera. Pra çfarë ka bërë Rama që pas ka zemëruar të huaj? Ka ca idiot që kanë thënë edhe që janë shërbimet ruse brapa protestës. Ka dhe në një ekspert si puna e Karamuços që lëshon broçkolla të tilla. Por Rusia çfarë do të fitojë nga rrezimi i Ramës? Çfarë do të fitonte Rusia nëse në rastin më të mirë të mundshëm rrezohet Rama dhe Berisha bashkë dhe vinë në fuqi forca sovraniste në Shqipëri? Do t'i hapnin shtegun në Rusi që depërtonte në Shqipëri? Jo, krejt e kundërta. Një parti atletare që vjen në pushtet në Shqipëri dhe bën një qeveri atletare shqiptare, do vinte pikë të parë të programit bashkimin me Kosovën. E si na qenë ka ky interesi i Rusisë kur dihet çfarë marrëdhënie historike ka Rusia me Serbinë? Nga ana tjetër, Rama duhet na thotë mirë i Irani që e ka shpallur Rama armik, se Irani nuk e ka shpallur Ramën armik. Po grekët dhe serbët që kishte vlezër deri dje pse u bën armiq. Se deri dje ne e dinim që kishte marrëdhënie të shkëlqyera me Serbinë dhe me Greqinë. Që shkurë shërbimet sekrete greke dhe serbe, na që kanë infiltruar në Shqipëri dhe na kërkokan destabilitetin e vendit. Aq po tepër Greqia vend antar i NATO-s dhe IBE-s. Kështu që kjo është një narrativ po aq qesharake sa narrativat e Ramiz Alis për dhjetorin 19.
u fol për forcat e errta, ndikimet huaja, shërbimet huaja, marrëzira të tilla. Njerëzit dolën se i kishte plasur buza, kaq. Zoti Çipi, kam një gjë të fundit. Po sikur Rama ta ketë bërë gjithë vetë këtë. Unë nuk e shoh Ramën fitimtar nëse kjo protest vazhdon dhe sidomos nëse kjo protest shndrohet në projekt politik. Nëse kjo protest shndrohet në projekt politik, janë të dy të humbur, si Rama si Berisha. Kështu që nuk shoh pse do duhej ta kishte nisur Rama këtë. Rama është munduar dhe po vazhdon të mundohet ta kontrollojë këtë protest. Është munduar të mësoj nativës që kjo është një protest mjedisore. Protest për flamengot. Të majtët që janë gjithashtu ideologjikisht më afër Ramës, përfshirë edhe, nëse unë nuk gaboj, dje më kanë treguar një video, më kanë thënë që kjo që shikon në video që i prit turbës emigrantëve shqiptarë në Francë që protestojnë, është vajza e ministres së turizmit, Mirela Gumbaro. Pra përpjekje të tilla për diversion, për devijim, për kontroll të protestës, padyshim që Rama ka bërë dhe do të vazhdoj të bëj. Por ta kishte iniciuar Rama këtë, jo, Rama do donte që projekti në Zvërnec dhe në Nar të zhvillojë shqetësit plot. Ashtu siç kishte nisur, me atë rrethimin e vendit, me buldozerët që vazhdonin të punonin atje dhe ekskavatorët që punonin, ndërkohë që qytetarët në Tiranë nuk dinin asgjë se çfarë po ndodhte. Mos harro që Albanian Files janë 500 e ca projekte, gjysma e cilëve nuk janë realizuara. Që Rama ka pasur ndërmend t'i bëj projekt arkitektësh të huaj, që Rama ka pasur ndërmend t'i bëj fshetësi. Tashmë edhe ajo ka plasur, është një grop septike që do ta qelb Ramën, qeverinë dhe majorancën parlamentare. Zoti Çipi, tani vera ky muaj dytë si mendoni se do vazhdoj? Mund të ketë një ndërprerje për të rikthyer shtator? Jo, nuk e besoj dhe nuk do duhet të ketë ndërprerje. Shikoj, njerëzit duhet të mësojnë të protestojnë për ditë, qoftë edhe atje ku janë me pushime. Unë nuk mendoj që protesta duhet bëhet vetëm në Tiranë. Nuk është se ti tregon patriotizëm vetëm duke ardhur në Tiranë. Ti mund të protestosh atje ku je, në Shkodër, në Vlorë, në Korçë. Madje në plazhin e Durrësit. Ti mund të jesh në plazh, në pushimin me familjen dhe ti të vendosësh që në ora 8 deri në 9 do të ecësh në shëtitore pa thyer asnjë xham, por me një pankartë, me një mesazh, me një thirrje. Duhet vazhdoj të mbahet kjo frymë revolucionare, në kuptimin e mirë të fjalës, sepse përgjithsisht revolucionet janë të mira, por ka raste që nuk janë të mira, atëherë ku manipulohen dhe devijojnë. Pra do duhet protestohet për ditë derisa të krijohet projekti i plot politik, derisa nga protesta në rrugë dhe në sheshe të kalohet në mosbindje civile, në mos pagim faturash, në bllokim shërbimeve publike. Ky vjen hapi dytë. Patjetër, po duhet fillojë sepse ndryshe njerëzit lodhen. Pra, nëse nuk shohin një perspektivë politike dhe një strategji dalje nga situata, padyshim që do lodhen nga protesta. Dhe me që jemi në fund, do doja të shtoja një gjë. Ka një paralele që mund të heqim me dhjetorin 90. Protesta e studentëve, që pastaj u përkrah edhe nga atëherë s'kishte sindikata, po atëherë quheshin kolektiva punonjës të Tiranës, pra njerëzit që punonin në të gjitha ndërmarrjet e Tiranës, kryesisht Milena e Valiasit, kombinati autotraktorëve, u bë masive sepse propozoi një projekt që ishte i mirë edhe për komunistët e familjet e tyre. Pra, kjo protest do duhet të artikulojë një projekt politik i cili duhet të bind edhe votuesin e PS-s, edhe votuesin e PD-s, se Shqipëria do të jetë më e mirë pa Ramën dhe pa Berishën dhe me një kushtetutë tjetër. Nëse nuk e bën këtë, nëse mbetesh vetëm tek mohimi i udhëheqësve të tyre, respektive për Ramës dhe Berishës, mund të krijosh konfuzion, intimidim dhe dekurajim tek votuesit e PD-s dhe PS-s. Votuesit e PD-s dhe PS-s nuk janë armiqtan. Janë shqiptarë si ne dhe duhet bëhen bashkë me ne.
Pra, jo propozoni këtë që mos ndodh ajo që ndodhi në 90-ën, që edhe pse u ndryshua sistemi, pra fitoi në zgjedhjet e para Partia e Punës. Pra, me atë idenë që çfarë do ndodhte të nesërmen e Ramës, si ju shkruani. Po, në 91-shin mosdia ishte kaq e thellë sa që shumë njerëz votuan nga frika status quo. Kishin frikë nga ndryshimi. Do duhet tashmë t'ja bëjmë të qartë të gjithë socialistëve, të gjithë demokratëve, se fajtorë për gjendjen dhe përgjegjësi nuk duhet të mbajnë të gjithë socialistët apo të gjithë demokratët. Po ata që kanë marrë pjesë në tendera, ata që kanë firmosur relacione fiktive, të manipuluara, ata që kanë marrë rishfete nga oligark të mesën, të mëdhenj apo të vegjël. Për ta sigurisht duhet të ketë përgjegjësi penale. Nga ana tjetër duhet i bindim që Shqipëria është më e mirë, jo vetëm para më dhe pa Berishën, po pa këto ligje që lejojnë kryetarë të plot fuqishëm të bëhen mbretër. Nuk duhet kemi mbret as në kryeministri as në opozitë. Dhe për këtë na duhet një projekt politik, prandaj unë i referohem këtyre 4 neneve të Kushtetutës Zvicerane, të cilët nëse do të flas ndonjë ditë në protestë do t'i lexoj. Do t'i them nuk kam ardhur t'ju jap mend, nuk jam më i mençur se ju, po ka një përvojë më të mençur se e jona, që është përvoja zvicerane. Kaq. Zoti Çipi, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj për mundësinë, është gjithmonë kënaqësi të komunikoj me ty. Uroj suksese në punën dhe në projektin tënd. Faleminderit ju.